Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, i cili na ka kriju dhe na ka bërë të mundër që të jemi pjesë e kësaj feje. Salavatet dhe selamet i adërgojmë fytyrës më të ndryshme të njerëzimit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij të sinqertë dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekën, e ndjekin dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm dhe motra të nderuara, Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thot: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtet, ky Kur'an udhëzon nga ajo që është më e mira. Të njihemi më për së afërmi me librin e Allahu xhaleshanuhu do të thotë t'i qasemi Kur'anit në disa aspekte të rëndësishme. Aspekte që e shfaqin madhështinë e Kur'anit, aspekte që e shfaqin pozitën dhe ndikimin e tij në jetën tonë. Kur'ani është begatia më e madhe që Allahu xhaleshanuhu ja ka dhuruar njerëzimit që nga krijimi i Ademit alayhis salam e deri në ditën e gjykimit. Nuk ka begati që Allahu xhaleshanuhu ja ka dhënë njerëzimit e që u është kushtuar vëmendje dhe rëndësi më e madhe sesa fjalës së Allahu xhaleshanuhu, do të thonë Kur'anit. Në anën tjetër është edhe fakti se njerëzit nga pakujdesia e tyre përballë Kur'anit dhe mosqasja përballë këtij Kur'anit nga të gjitha këndet që duhet të qasen, mund të rrezikohet raporti i tyre me Kur'anin. E kur t'ju rrezikohet raporti i tyre me Kur'anin, ata mund të llogaritën sikur ata të cilët e kanë braktisur Kur'anin. Por ka disa forma të ndryshme se si duhet t'i qasemi Kur'anit apo si duhet të afrohemi me Kur'anin. Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor na tha: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapuni fort për litarin e Allahu xhaleshanuhu dhe mos u përçani. Kapuni fort për litarin e Allahu xhaleshanuhu e ka për qëllim të kapemi pas Kur'anit. Allahu xhaleshanuhu Kur'anin e madhërisëm e ka quajtur litar. Ky litar, nëse simbolikisht e trajtojmë, i ka fijet e veta. Çdo fije e fuqizon atë edhe më shumë. Andaj, sa më shumë fije të ketë, aq më i fuqishëm dhe aq më e fuqishme do të jetë kapja për të. Do t'i përmendim disa pika kryesore se si mund të afrohemi me Kur'anin e shenjtë. E para është të afrohemi me Kur'anin përmes leximit të Kur'anit. E dyta është të afrohemi me Kur'anin përmes veprimeve që Allahu xhaleshanuhu na ka urdhëruar në Kur'an. Të afrohemi me Kur'anin duke gjykuar me atë të cilën e ka zbritur Allahu xhaleshanuhu në jetën e përditshme tonë. E katërta, të shëruarit përmes Kur'anit, të afrohemi me Kur'anin duke u shëruar, ku Allahu xhaleshanuhu na tha: "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." E kemi zbritur këtë Kur'an si shërim për ju. Dhe e fundit është të medituarit rreth Kur'anit. Allahu xhaleshanuhu na pyet neve në Kur'an ku thot: "E fela yatadabbarun al-Qur'an." A nuk meditoni rreth këtij Kur'ani, ndërsa në një ajet tjetër na thot: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi." E kemi zbritur këtë Kur'an të bekuar që ju të meditoni rreth ajeteve të cilët ne i kemi zbritur. Vëllezër dhe motra të nderuara, sa më shumë aspekte shpalosim nga kjo madhështi e Kur'anit, aq më tepër rritet respekti apo edhe aq më shumë ne afrohemi me Kur'anin e shenjtë. Për në fund e lutim Allahun xhaleshanuhu me lutjen e pejgamberit alayhis salam ku tha: "Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi." O Zot, bëje këtë Kur'an pranver të zemrave tona. Lutim Allahun xhaleshanuhu që të na bëj prej atyre që na mbjell dashurien për Kur'anin. Lutim Allahun xhaleshanuhu që të na bëj
prej atyre që e lexojmë Kur'anin, punojmë me të, meditojmë rreth tij dhe reflektojmë. Ju faleminderit për ndëgjimin. Assalamu alaikum.